Една поинаква представа, полна со емоции и бои, се одржа на Универзитетот на Југоисточна Европа во Тетово, каде главни протагонисти беа децата со посебни потреби. Организаторите велат дека нивниот талент често останува непознат, додека институционалната грижа за нив треба да биде поголема, бидејќи овие деца имаат потреба од поддршка од сите нас, но и од поконструктивна грижа. На Универзитетите Европës Jug Lindori kemi organizuar qëllimisht që të bëjmë me dije dhe që të tregojmë shoqërisë, të përcjellim studentëve tanë dhe shoqërisë më të gjerë se këto fëmijë kanë nevojë për kujdes dhe ne jemi ato që duhet t'u afrojmë dorën dhe t'u japim dashuri. Po ashtu edhe prindërve të tyre, të cilët nuk e kanë lehtë. Ka qenë shumë i suksesshëm vetë fakti që në këtë projekt kanë marrë pjesë të rregullt mbi 50 studentë, ato ma vetëm kanë një qasje ndryshe ndaj kësaj kategorie të nxënësve, por nuk mjafton vetëm ajo. Institucionet kanë rol të rëndësishëm, ato kanë nevojë për përkrahje institucionale. Професорката Вјолца Бектеши, која со години работи со овие деца, нагласи дека нивните таленти често остануваат неоткриени и ретко кој ги разбира. Dar vite kam punuar me këta fëmijë. Nuk është lehtë, por është një moment i këndshëm që rrallë kush e kupton botën e tyre, që të bashkëpunon me këta fëmijë dhe të nxjerr më të mirën nga këta fëmijë për publikun, për të gjithë ata që nuk e njohin botën e tyre, sepse këta ndoshta nuk shohin, ndoshta nuk hecin, ndoshta nuk kanë ndonjë problem fizik, por mbi të gjitha këta kanë talente shumë më të mëdha se sa ne që kemi të gjitha. По рамки на овој настан беше отворена изложба на децата од посебната паралелка на Основното училиште Лирија во Тетово. Проектот е поддржан и од Министерството за култура и во текот на изминатите 7 недели се реализираше интензивна програма со деца, родители и едукатори, која вклучуваше физички, едукативни и културни активности, сите изведени со посебна грижа.